Rriten kostot e jetesës, largohen pensionistët e huaj. Rritja e kostove të jetesës në qiratë dhe çmimet e ushqimeve, të cilat tani janë mbi mesataren europiane, po largojnë pensionistët e huaj që kishin zgjedhur vendin tonë për të jetuar. Sipas të dhënave të Instat, grup mosha mbi 60 vjeç përfaqëson një pjesë të rëndësishme të huajve në vendin tonë. Vitin e kaluar, 3.007 persona në këtë grup mosh ishin me leje qëndrimi në vendin tonë me rënje 15.5% në krahasim me vitin 2023. Ndonë se numri i përgjithshëm i të huajve me leje qëndrimi është rritur nga 21.460 në 2023 në 21.920 vitin e kaluar, grup mosha mbi 60 vjeç është kurrur si në numër, ashtu edhe në përqindje. Ulja e këtij grupi e lidhet me lëvizjen e pensionistëve të huaj drejt vendeve të tjera me kushte më të favorshme për qëndrime afatgjata ose me kosto më të ulët të jetesës. Të dhënat e tregojnë se profili migracioni drejt Shqipërisë po bëhet më aktiv dhe më i ri në moshë, me rënje të komponentit rezidence përhershme pas pensionit. Në grup moshën deri në 19 vjeç, numri është rritur pak nga 1.891 në 2023 në 1.947 persona në 2024 persona, çka përbën rreth 9% të totalit të emigrantëve në vendin tonë. Kjo kategori përfshin kryesisht fëmijë dhe të rinj që jetojnë në Shqipëri si pjesë e familjeve të huaja ose të prindërve që punojnë në vend. Pesha e qëndrueshme e këtij grupi tregon se flukset familjare nuk kanë ndryshuar ndjeshëm. Grup mosha 20-29 vjeç është rritur më shumë se çdo kategori tjetër, nga 3.811 persona në 2023 në 4.356 persona në 2024, ose 14%, duke zënë 20% të totalit të personave të huaj me leje qëndrimi në Shqipëri. Kjo tregon një zgjerim të ndjeshëm të prurjeve të rinjve apo punojnësi sezonal apo student që po e shohin Shqipërinë si destinacion për studime, punë e tjerë. Në grup moshën 30-39 vjeç, vjetre gjithashtu një rritje fort vjetore me 11.7% me një numër total 5.395 persona në 2024. Kjo grup mosh zuri 24% të totalit të emigrantëve. Kjo mosh përfaqëson kryesisht njerëz aktiv në tregun e punës, profesionist që vendosen për periudha të mesme ose afatgjata për arsye ekonomike. Rritja e kësaj grup moshe tregon se Shqipëria po tërhiq gjithnjë më shumë të huaj në moshë të punës, të cilat e shohin vendin si një hapësirë me mundësi punësimi ose investimi. Në kategorinë 40-49 vjeç, numri të huajve arriti në 4.283 persona në 2024, me zgjerim 10%. Edhe kjo grup mosh përfshin individ aktiv profesionalisht, shpesh me përvojë të konsiderueshme që mund të punojnë në sektor si ndërtimi, energjia apo shërbimet financiare. Grup mosha 50-59 vjeç ka shënuar një rënje me 15%, çka tregon se të huajt e kësaj moshe nuk zgjedhin të qëndrojnë në Shqipëri, ndoshta për shkak të moshës afër daljes në pension.